Realiteti ytë është produkt i mendjes tënde, dhe nëse është i dobët, e dim pse. Mendja jote beson gjithçka që i thua. Prandaj përsërit fjalën unë jam i pandalshëm. Mendimet me të cilat jeton fillojnë me kalimin e kohës të formsojnë veprimet e tua dhe këto veprime ndërtojnë realitetin tënd. Prandaj foli mendjes tënde me kujdes. Ajo është gjithmonë duke të dëgjuar. Mos u bëj rob i zërit që të dobëson brenda vetes. Sfidoje, përmbysë dhe ndërto një të ri që të ngrej, sepse në fund nuk është bota ajo që të vendos kufi, je ti që vendos nëse do ti bindesh apo do ti thyesh. Ju faleminderit dhe mirupafshim.